Seancat e shtyra nga Erion Veliaj me pretekste të njëpasnjëshme janë bërë të panumërta. Nga muaji korrik, që dosja ndaj Veliajt është dërguar për gjykim, nisën dhe strategjitë për shmangjen nga përballja me drejtsinë. Një ndër metodat e tij për të shmangur gjyqjeve ishte ndrimi i avokatëve. Në seancën paraprake të 12 dhjetor 2025, përjashtoi avokatët Artan Gjermani dhe Ermir Beta me pretendimin se nuk arritën të ndalonin burgosjen e tij. Një tjetër metodë e gjetur ishte kërkimi i kohës për t'u njohur me aktet hetimore, akte që mbrojtja e tij i ka marrë që në muajin korrik. Kjo ishte edhe arsyeja për shtyriet e seancave të 12 dhe 17 nëntorit, si dhe 2 dhe 5 dhjetorit. Ndërkohë seanca të tjera të shtyra ishin ajo e caktuar më 28 tetor, e cila u shty për shkak të avokatëve të Veliaj. Seanca paraprake e 21 tetorit u shty po ashtu për shkak të bojkotit të avokatëve pas arrestimit të avokatit në Elbasan. Me të njëjtin pretekst u shty dhe seanca e 10 tetorit, bojkotin ndërmarr pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit. Seanca paraprake, e caktuar më 29 shtator 2025, u shty për shkak se disa nga të pandehurit nuk ishin njoftuar për seancën. Më 5 janar të këtij viti, seanca në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u shty dhe shkak ishte bërë mungesa e Veliaj, i cili pretendonte se nuk e kanë çuar në kohë në seancë si dhe e mbrojtësve ligjor. Në vazhdën e instrumentave për pengimin e procesit, u shty dhe seanca e 19 janarit. U shty përsëri pasi Veliaj kërkonte të njihej me aktet e dosjes dhe të kishte kontakt me avokaten Valentina Teodorescu. Edhe pas nisjes së gjykimit në themel, Veliaj nuk ka hequr dorë nga zvarritjet e procesit gjyqësor. Seanca e parë në themel ishte caktuar më 9 mars, ku kryebashkiaku përdori pretendimin se nuk ka seancë paraprake. Më 24 mars u caktua seanca e radhës, e cila po ashtu u shty. Seanca e tretë ishte vetëm 2 ditë më parë, i cila nuk kishte asnjë surprizë. Veliaj nuk u paraqit. Avokati kërkon kohë të njihet me akte. Refreni përsëritur i zvarritjes prej 8 muajsh të një procesi që po të kishte pasur kurajo Veliaj do të kishte përfunduar. Kryebashkiaku ndaj të cilit të rëndojnë 13 akuza për 5 vepra ka frikë të paraqitet në gjyqjet që mund të përfundojnë me dënimin e tij, por shkon e paraqitet në seancat në gjykatën administrative për padin ndaj prokurorit të posaçëm Ols Dado. Gjyq ky në konflikt total interesi, fakt ky i pranuar nga vet avokati i Veliaj, Larent Ndreqa. Konkretisht ky i fundit, vet i pandehur nga SPAK, tha se nëse Dado nuk do të ishte në përplasje me interesat e Veliajt, nuk do të kishte asnjë padi. Paraqitja e Erion Veliajt në seancën e sotme tregon mosheqjen dorë nga fushatat e fyerjes dhe sulmeve ndaj prokurorit në fjalë që kur u prangos në zyrën e tij në Bashkinë e Tiranës. Një tjetër gjë e faktuar me paraqitjen në administrative ishin 2 standardet e Veliajt për seancat gjyqësore. Një gjyqtate shmang, te tjetra shkon. Tek kjo e fundit vetëm për interesat e tij.